Policia e Durrësit ka identifikuar autorin e dyshuar të atentatit me armë zjarri ndaj 36 vjeçarit Arbër Gorenja, ngjarje ndodhur në mbrëmjen e 30 majit në zonën Flakë e Egër, ndërsa viktima po lëtonte me 2 fëmijët e tij të midhur. Sipas të dhënave paraprake, autori është Kiti Kazazi, 30 vjeç nga Kavaja, i cili është shpallur në kërkim. Goreja mbeti plagosur në brim pas 3 të shtënave nga një automjet tjetër në lëvizje, ndërsa fëmijët nuk pësuan lëndime. Ai deklaroi në polici se nuk e njihte autorin dhe nuk kishte pasur konflikte. Megjithatë, hetimet zbuluan një incident disa ditë më parë, ku Gorenja kishte ushtruar dhunë ndaj babait të Kazazit, çka dyshohet si motiv i sulmit. I plagosuri ka qenë më parë shinjesër një atentati tjetër, ndërsa Kazazi ka qenë i përfshirë në një ngjarje me armë në vitin 2016, ku mbeti plagosur së bashku me të atin e tij. Po ashtu mësohet se ai ka mbajtur funksion politik si ish kreu i FRPD në Kavaj. Policia në bashkëpunim me Prokurinë e Durrësit ka nisur procedura për dokumentimin ligjor të rastit dhe është në kërkim aktiv të Kazazit. Materialet i kaluan organit të akuzës për vijim të hetimeve.